është në vit të parë. Gjensila, çfarë po ndodhi afër aty? Po e ndjek nga afër këtë moment. Po Nisida në fakt pas hedhjes ujit autobotëve me ujë pra për të shpërndarë protestuesit me njëherë sa po u hodhën dhe lëndë piroteknike fishek zjarr, pati një përplasje. Ka një përplasje, mund të themi, me zotit Noka dhe forcave të rendit, ku këta të fundit nuk lejojnë pra që marshimi apo lëvizja e protestuesve dhe deputetëve pra të Partisë Demokratike të vijojë përtej bulevardit Dëshmorët e Kombit, pra sipas asaj që ishte parashikuar edhe në thirrjen, pra që policia i pati bërë që në krye të herës organizatorëve të Partisë Demokratike, pra të protestës së Partisë Demokratike, kishte të bënte me lëvizjen e tyre vetëm për gjatë bulevardit, dhe pikërisht leja e lejuar është deri në orën 22:00, por njëkohësisht edhe përsa i përket vendqëndrimit pra bulevardi Dëshmorët e Kombit, e konkretisht nga Ministria e Brendshme drejt sheshit Nën Tereza. Duket se pikërisht deri aty ku është caktuar, mund të themi, leja apo vendqëndrimi i protestuesve është vendosur edhe gardi policor, mund të themi kryesisht policia, forcat e rendit, ato të ndërhyrjes shpejt, por edhe të sektoreve të ndryshme, të cilat janë me një mas më të përforcuar. Për momentin ka postimet të qytetarëve të cilët lëvizin, pra largohen disi nga gardi i policor, pra, por më pas tentojnë të afrohen sërish duke u përballur me forcat e rendit. Ka pasur disa herë tensione mes protestuesve dhe policisë, njëkohësisht edhe deputetëve demokratë dhe policisë, por nga ana tjetër ka pasur po ashtu që në krye të herës menjëherë sapo nisën edhe hedhja e molotovëve në drejtim të forcave të rendit dhe godinës Ministrisë së Brendshme, hedhje e gazit lotësjellës. Fillimisht në fakt pati vetëm një hedhje të ujit me autobotët me ujë nga ana e forcave të policisë, dhe më pas Gjensila, lutem afroj pak mikrofonin, afroj pak mikrofonin të shkëpusim ndonjë deklaratë që po ndodh tani, lutem. Ne ka nga Zoti këtu, me mbrojt. Nuk ka mbi Zot. Zot, nuk është Edi Rama, nuk është Zot. Që s'duhet, lë kapelin dhe të bashkohet me protestën. Nuk është Edi Rama, Zoti. E kupton? Kështu që na hapni rrugën të rrugën. Hapini rrugën tani. Hapini rrugën. Hajde, hapini rrugën, hajde çu. Çuna hapni rrugën, hajde. Çuna hapini rrugën. Çuna hapni rrugën. Hapini rrugën, o çuna. Ka tension, ka përplasje tani përsëri. Policia nuk lejon që të avancojnë protestuesit. Janë tensione të her pas hershme mes qytetarëve dhe policisë, të cilët shtyn pra forcat e rendit, njëkohësisht edhe forcat e rendit që nuk lejojnë pra qytetarët për të pasur një konfrontim mes tyre, në mënyrë që qytetarët pra të mos vijojnë marshimin e tyre në drejtim të godinës Ministrisë së Brendshme, ndoshta edhe në drejtim të të parlamentit. Ky ku ka qenë edhe piknisja, mund të themi, që pohuan që në krye të herës se marshimi i tyre do të vijonte deri në përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit deri te Ministria e Brendshme. Por forcat e rendit, gardi i vendosur, pra rrethimi i vendosur nga forcat e rendit është pak metra para se të shkosh pra në Ministri të Brendshme, konkretisht ku janë vendosur në përforcime, pra në radhë të përforcuar forcat e rendit që nuk kanë lejuar dhe vijojnë pra të kenë përplasje dhe nuk lejojnë qytetarët, por njëkohësisht edhe deputetët e opozitës, kryesisht aty ku ndodhen edhe përplasjet mes qytetarëve, pra protestuesve edhe forcave të rendit. Për momentin nuk është përdorur, mund të themi, ka pasur her pas here thirrje nga ana e policisë për të distancuar nga ana e dhunës, por për momentin, siç thoja, nuk ka në fakt një spostim apo një hedhje të gazit lotësjellës apo të autobotëve me ujë nga ana e policisë, edhe pse thirrjet e tyre kanë qenë ka tension her pas here, larguar, por në fakt, një moment të lutem, Gjensila, sepse ja e ndjekim pak çaste? Jo, vetëm një moment për të kapur se çfarë thon. Përsëri.
ndërkohë që përgjigjet policia me... është duke u hedhur molotov, por njëkohësisht edhe ujë në drejtim të qytetarëve për t'i spostuar. Nisida? Gjesilia, kujdes sepse je afër, kështu që nëse do që të shkëputesh, më pas rikthehesh, jemi këtu në transmetim drejt për drejt dhe e presim në çdo moment raportimin me ty. Por ajo çka duhet të pyesja pak më parë, pam disa pamje ku në dukje kishte tension dhe ka tension, po pam edhe disa nënqeshje. Nuk e di si shikon aty afër nga terreni. E kam fjalën mes turmës. Në fakt nëse do të shohim një pjesë e mirë e qytetarëve vijojnë të qëndrojnë të bashkuar, mund të themi në afërsi të gardit rrethues, mund ta quajmë tashmë të tillë të policisë së shtetit apo të forcave të rendit. Një pjesë tjetër, nëse do të shohim, një pjesë tjetër e bulevardit është shumë i boshatisur, mund të themi në momentin që ka përplasje mes forcave të rendit dhe qytetarëve, ku këta të fundit her pas herës postohen duke shkuar më afër urës së Dajtit, mund ta quajmë kështu si piknisje. Nëse do të shohim edhe momentalisht ne flasim, edhe deputetët e Partisë Demokratike, mes të cilëve ishte edhe zoti Noka, janë spostuar, mund të themi, apo janë tërhequr duke u hedhur edhe policia në drejtim të forcave të rendit. Po, hidhet her pas here molotov. Ajo çka dua të pyes Gjensila, nga protesta në protestë, ose të paktën nga protesta e fundit, e parafundit, se e fundit është kjo, a ka një ndryshim të qasjes nga ana e policisë? Pyes këtë, sepse kemi diskutuar shumë për sjelljen e policisë ndaj protestuesve, por edhe ana sjelltas në ato momentet e dhunës. Sot, çfarë është ndryshe nga protesta tjetër? Në këndvështrimin tënd për policinë të pak? Në fakt, Nisida, nëse do të shohim, duke e krahasuar me protestën e mparshme, pra atë të fundit, mund të themi, të organizuar nga Partia Demokratike, ndërhyrja e tyre, pra e forcave të rendit, ka qenë e menjëhershme, duke arrestuar në ato protestë 11 persona në flagrancë, disa prej tyre u kapën dhe me bombat molotov, por numri i shoqëruarve ishte edhe më i lartë. Kjo bëri më pas që në protestën e kaluar pra të fundit, mund ta quajmë para kësaj, pati një spostim pra të qytetarëve, ndërsa protesta e sotshme me fjalën hyrëse, mund të themi, aty ku nuk pati fjalime, në fakt, po me fjalën e një prej organizatorëve, mund ta quajmë disi të tillë, e quajti si një protestë e heshtur në nderim apo në nderim të dy fëmijëve të